Shkencëtarët e Argjentinës kanë gjetur vezë dhe eshtra të dinozaurëve që sipas tyre paraqesin lidhje me skafsheve parahistorike dhe shpendeve të sotshme. Supozohet se vezët dhe eshtrat u takojnë dinozaurëve dhe janë të vjetra rreth 80 milion vite dhe janë të njëjtë me shpendet e sotëm që nuk fluturojnë. Paleontologët presin që me studimin e mëtejshëm të vezëve do të mësojnë diçka më tepër për këtë lloj të ri të dinozaurëve. Një pjesë e skeletit është i njëjtë me atë të Alvarezsauridit, i cili është ngjashëm me Nandu. Më interesante në këtë zbulim të Jamie Powellit nuk është që eshtrat na mundsuan të zbulojmë lozën e dinozaurit, por se vezët do të na mundsojnë ta mësojmë metodën e reproduktimit të këtyre specieve që kanë jetuar në Argjentinë para 80 milion viteve. Kur i kishin gjetur vezët, disa prej tyre ende kishin qenë në barkun e nënës së dinozaur, ndërsa një pjesë e tyre përreth saj. Sipas paleontologëve, ka mundësi që pëllumbat, kolibrit apo shqiponja të jenë një lloj dinozaurëve. Shkencëtarët tani vezët i studiojnë me ndihmën e mikroskopeve të fuqishëm dhe deri tani në to janë vërejtur dëmtime nga kërpudhat. Dinozauri, i cili ka qenë i gjatë 2,6 metra, ka jetuar në provincën Rio Negro në Argjentinë.